Tipologjia e kësaj xhamie, ose mirë themi arkitektura e xhamia nuk I përgjigjet arkitekturës osmane. Ajo dallon nga forma, dallon nga punimi, dallon edhe nga elementi, nga guri. Kjo xhami është unike në gjithë Shqipërinë. Nuk ka xhami të këtij lloji, të këtij tipi, të kësaj arkitekture. Në 1938 u gjen një pllakë, nuk kishte në osmanisht. Pllaka ishte në arabisht. Bulla Ferrati ja çoi për të përkthyer Afes Ali Korçës. Dhe sipas Afes Ali Korçës, kjo është ndërtuar nga misionar të ardhur nga Afganistani në vitet 1130-1150. Ndërsa data që ka sot, 1380 e ca, prapë nuk lidhet me pushtimin turq, se në 1300 e ca këtu nuk kishte turq në kanalin e Beratis, pushtuan në 1417. Edhe turqit erdhën në betejën e Sabrës, pangën përpara, në vitin 1380, nuk erdhën në Berat, kështu që këtu është nga kolonist misionar arab.